në Shqipëri janë rrezikuar seriozisht jo vetëm të dhënat e qytetarëve shqiptar, të cilat kanë dalë sheshit, por dhe të dhënat e NATO-s. Bëhet fjalë për kompani të cilat cënojnë sigurinë e NATO-s dhe janë në hetim nga NATO, bëhet fjalë për kompani ruse, pra ndërhyrje dhe të këtyre influencave nga vende kundërshtar me vendet e perëndimit, dhe në këtë aspekt jemi përtej çështjeve të korrupsionit në Shqipëri, për sa i përket partnerëve ndërkombëtar. Dhe për fatin tonë të mirë, interesat e tyre përputhen me interesat tanë, sepse të gjithë duam një Shqipëri më të fortë, një Shqipëri më të begatë, me politikat e duhura ekonomike, me politikat e duhura të sigurisë, në mënyrë që Shqipëria të jetë një partner i besuar brenda NATO-s dhe Shqipëria të jetë gjithashtu një vend që të ketë gjitha kapacitetet dhe mundësit për të futur në Bashkimin Evropian, të cilat sot nuk i ka, pavarësisht burokratëve të ndryshëm apo atyre individëve që janë pjesë e lobimit të kryeministrit, është e qartë për qytetarët shqiptar po dhe për partnerët tanë që tashmë Shqipëria po ndjek një rrugë tërësisht të gabuar dhe shumë të dëmshme për sa i përket vetë qytetarëve shqiptar dhe Shqipërisë, po për sa i përket dhe asaj që partnerët ndërkombëtar presin prej nesh. Pra, është një moment që nuk ka qenë në këto 12 vite, momentin në cilin ne jemi tani, sepse është një bashkim i interesave dhe të qytetarëve shqiptar dhe të partnerëve ndërkombëtar dhe të gjithë konvergojmë në një pikë, që Shqipëria duhet të rikthehet në shinat e normalitetit, duhet të rikthejë shtyllat e republikanizmit të cilat janë shkërmoqur në këto vite, të ndryshojë tërësisht modelin e vet ekonomik, që është një model që mbahet vetëm nga paratë e pista të karteleve të drogës, ndërkohë bujqësia është në recesion prej 5 vitesh, industria gjithashtu nuk prodhohet asgjë, eksportet janë në rënje, dhe vetmja mënyrë për ta bërë këtë është një qeveri teknike, dhe jemi në këtë pikë sot, dhe unë ndaj gjej rast në bëj një thirrje edhe një herë për të gjithë faktorët politik, faktorët e shoqërisë shqiptare, grupet e ndryshme të interesit që të bashkohen sot në orën 5 në protest në mënyrë që të rrisin presionin në mënyrë maksimale për të kërkuar pikërisht në qeverinë teknike, që të garantohet minimumi i rregullave, i një balancimi mes palëve, në mënyrë që mos kemi më shtetin dhe partinë shtet, siç thoshte raporti OSBE-s, përballë disa partive politike, po të kemi disa parti që konkurrojnë në mënyrë relativisht të lirë dhe të ndershme me njëra tjetrën, dhe më pas është një moment të dytë se cilën parti politike apo cilën në figurë do zgjedhin qytetarët shqiptar për kryeministër. Po në këtë moment është shumë e rëndësishme që neve të rrisim presionin në mënyrë maksimale nga brenda, në mënyrë që dhe presioni nga jashtë të vazhdojë të rritet në maksimum. Nëse i konvergojmë këto të dyja dhe krijohet një sinergji, qeveria teknike është më se e mundur. Kur thoni që edhe jashtë presin të shohin se çfarë presioni do ushtrojnë qytetarët brenda Shqipërisë,